Si e konsideroni rolin e SPAK-ut në këto zgjedhje, por edhe ajo që do të vi pas këtyre zgjedhjeve, a do të rrisë po themi forcën goditëse kundrejt figurave politike të korruptuara, apo do të ketë të njëjtën vim siç e pam para zgjedhjeve të 11 majit? Për SPAK-un, unë nuk kam ndryshuar mendim për ata që thojnë për SPAK-un që ishte gjëja më e mirë, më e rëndësishme edhe nesër, sikur të ndodhi ataja, unë përsëris SPAK-un do ta kem si një ndër institucionet më të mira që kanë shërbyer Partisë Socialiste dhe i shërbejnë Partisë Socialiste. Asgjë nuk më bën mua të ndryshoj qasjen ndaj SPAK-ut kur nuk lufton krimin e organizuar dhe terrorizmin në vendin tonë. Kjo është e tmerrshme që ndodh në vendin tonë. Ju përmendët pak më parë se pas këtyre zgjedhjeve, konkretisht dhe kur të formohet kuvendi i ri, SPAK do të jetë në një presion shumë herë më të madh përfshi këtu dhe Altin Dumanin. Por nga ana tjetër, a do t'i ketë instrumentet e duhura SPAK-u për të goditur figura politike të korruptuara, ku përmendim këtu rastin e Edi Ramës, i cili dyshohet për aferën korruptive të ish agentit të FBI-s Charles McGonigal. Rastin e tij e kanë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Unë nuk pres asgjë më shumë përveç se CIA, FBI, çfarë janë institucionet e agjentës amerikane, të veprojnë ndaj një abuzimi të tillë dhe personit ndaj të cilët mund t'i ngarkohen akuza të marrë dënimin e merituar gjithmonë në një proces të rregullt ligjor dhe gjithmonë duke u bazuar në prezumimin e pafajësisë. Unë nuk jam nga ata që gëzohem me burgun e tjetrit, unë jam nga ata të cilët gjithmonë, edhe kur kam dashur të jap qëndrimin tim pavarësisht emocioneve të mia, se të gjithë kemi emocione, kam thënë prezumimin e pafajësisë. Por unë dua gjithmonë të them që kjo çështje nuk është shqiptare, është amerikane dhe kjo duhet të rihapet në Amerikë, të hetohet qartazi dhe të dalin fajtorët kush ka shpallur non grata Sali Berishën, Tom Doshin, biznesmen të tjerë dhe shumë funksionarë të tjerë për të favorizuar Partinë Socialiste. A mund të çojë në këtë drejtim konkretisht hapjen e dosjes së Edi Ramës, lobimi që ka bërë nga ana tjetër kryedemokrati Sali Berisha, i cili përmes shoqatave të ndryshme në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka realizuar një lobim për $6 milion, dhe ndërkohë kanë dalë edhe dokumente të tjera i cili kishte kërkuar tërthorazi për të udhëtuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kontrata ishte një makinacion i atyre që donin të thonin që sa lek pagoi Sali Berisha për veten e tij, ashtu siç ja përmeni edhe zoti Braçe, por e vërteta është që lobimi është i lishëm në Amerikë dhe përderisa nuk kemi një rast konkret, vepër penale apo një shkelje ligjore, është e kohët për të diskutuar lobimet apo gjëra të tjera që ka të bëjë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe me rolin e Berishës që kërkon të shplajë ose më mirë të pastroj veten e tij, sepse nuk mundesh të ngjyrosësh apo të mundesh të diskriminohesh nga një administrat Biden që ka qenë në sferën, por edhe në ndihmën edhe në ndikimin e fondacionit Soros, që familja e Blinken ka qenë familja më e privilegjuar e fondacionit Soros. Këto politika të caktuara të administratës Biden bërën që të cenojnë marrëdhëniet e Partisë Demokratike me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por edhe të Sali Berishës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kur zoti Berisha ka qenë ai i cili ka pritur për herë të parë në vendin ton presidentin amerikan George Bush, që do të thotë duhet të jesh shumë naiv të besosh që ka kaq shumë i keq Sali Berisha, ku ndërkohë Departamenti i Shtetit asaj kohe
pranonte që zoti Berisha ka qenë një kryeministër i denjtë dhe vjen administrata Biden kur Berisha është në opozit dhe thotë që ky dyshohet për aferat të korrupsionit. Tani këtë besoj unë, besoj administratën më parshëm që të erdhi këtu presidenti amerikan, apo të besoj plakun Biden i cili iku nga kandidimi sepse i than u plake edhe të komandojnë tjerë dhe s'komandon ti vetën dot. Këtë besoj. A mendoni se Berisha mund të hakmerret ndaj Edi Ramës me të njëjtën mënyrë që ai pretendon se Edi Rama u hakmor ndaj tij duke shpallur non grata përmes lobimit në Departamentin Amerikan të Shtetit? Nuk e di se si janë pëlqimet e zotit Berisha. Nuk mund të bëja një analizë të tillë. Edhe sikur të më bëhet ti mua pyetje, shfaqjet e mia publike thënë shumë qartë çfarë do bëja unë në rastin e zotit Berisha. Konkretisht? Atë që se ka imagjinuar kurrë. Që do të thotë Gjithmonë të lishme, kupton? Asnjëherë unë nuk do përdor mekanizma të palishme, por me procedurë. Zoti Rama, mekanizëm ligjor përdori edhe kryeministri Rama. Jo. Ai ka përdorur mekanizëm ligjor, por pa procedurë. Më dëgjoj mua çka ka thënë Rama, ka thënë një gabim nëse i referohemi deklaratave të Berishës. Jo, më dëgjoj të them unë diçka tjetër më të rëndësishme që asnjëherë s'e ka marrë vesh këtu, sepse Rama e ka thënë nga pushteti tepër që kanë këta, nuk pyesin për ligj, ja kupton? Këta kanë një smundje, asnjëri nuk e ka parë. Këta kanë një smundje që nuk i intereson ligji se janë mbi ligjin. Rama, kur mori në pyetje për incineratorët në radhë, Rama tha, të gjithë vurën re që tha, paf. Jo, unë nuk vura re atë. Ai tha, me mënyrë të tillë, shikoj si bëri. Qa procedurë, që më duhet mua procedura? Zotri, te ligji material ekziston patjetër procedura. Është edhe ligji material, edhe ligji procedurial. Në rast se ti zbaton ligjin material pa respektuar procedurën, kemi të bëjmë pavlefshmëri të çdo veprimtarie. Edhe kështu është edhe vepra penale. Në të njëjtën mënyrë, si do dënohesh ti nga ligji material ku ndërkohë duhet të zbatohet ligji procedurial penal? Zoti Rama tha që pyesën procedurën, ç'është kjo procedurë kjo? Unë fa. Të gjithë muajt e fa, po nuk pa procedurën. Që do të thotë, nga procedura është ajo që ka ndodhur që këta nuk e besojnë dhe unë them për procedurë. Pra, unë në mënyrë proceduriale do të bëja atë që zoti Rama nuk do ta kishte pritur. Pse? Sepse nuk e din burri botës. Si ja kanë thënë, o vlla, kemi edhe materialin edhe procedurën që duan ato shqipe. A e kupton? Nuk ja kanë thënë. Prandaj, ç'a të them unë tani? Ç'a do bëj zoti Berisha? Le të bëj ç'a do qefi. Po unë do bëja ndryshe, me procedurë. Si mendoni, cili do të jetë qasja e vetë presidentit amerikan Donald Trump me qeverinë e re që do të krijohet pas zgjedhjeve të 11 majit, dhe a do të ketë atë qasje për të piketuar apo seleksionuar individ të tillë që mund t'i shpallë non grata, siç ishte rasti i Milorad Dodik në Bosnjë-Hercegovinë? Zoti Trump, linja Trump, zëvendës presidenti i Trumpit, ka thënë qartazi që sherifi është në çdo qytet, është në qytetin tuaj. Brenda 24 muajsh do të shikoni sherifin i cili do të flasë, dhe sherifi do të flasë në mënyrë të heshtur. Folja në mënyrë të heshtur është më e frikshme se ajo që bënte Yuri Kim përpara Partisë Demokratike duke i thënë demokratëve për barë.